Banorët e fshatit Strops në Bashkinë e Pogradecit kanë marrë njoftim që shkolla e tyre do të mbyllet duke u bashkuar me një shkollë tjetër në një fshat pranë. Banorët e fshatit Stropckë në njësinë administrative Dardhas të Pogradecit kundërshtojnë projektin e zyrës arsimore për mbylljen e shkollës 9-vjeçare Demokracia dhe transferimin e nxënësve në shkollën e fshatit Lëshnicë. Kanë thënë që do hiqet shkolla që këtu do vjen në fshatin Lëshnicë. Unë e kundërshtoj përse kur unë jam në një fshat këtu. Është turp të hiqet shkolla për fshatit tonë këtu. Çto ti shpjen fëmijët në shkollë, 1 javë, 2 javë do t'i mësoj vetë. Si unë, tjetër, ose do marrim mësuesit të vinë t'i mësojnë. Në shkollën Demokracia mësojnë 70 nxënës në klasa kolektive, të cilët shprehen të kënaqur me mësuesit dhe kushtet në godinën arsimore. Sepse këtë të voglin shkam do t'i rish mbrapa, ta shtëpijesh ta marrësh ndonjë njeri, ne nuk kemi kushte. Në gjysmore një po më s'është më tepër. Koha e vështirë, shi, ftohtë, nuk e di. Vështirë është, më mirë këtu ku e kemi në shkollën fshat se është afër. Këto filmat e peticionit po i mbledhin për të bëjmë kërkesë që shkolla jonë të mos transferohet nga këtu të Lëshnicë. Se një prind duhet të të shoqërojë fëmijën ta shpjerë në shkollë, ta presin mbaroj shkollën të vinë në shtëpi. Se nuk ka kush ta sjellë fëmijën e vogël. Unë kam djalin e vogël kam poshtë, moto ai në shkollë. Kush ta shpjerë në shkollat e klasës parë në Jashtë kameras, punonjës të zyrës arsimore në Pogradec thonë se nuk është në planet e afërta mbyllja e shkollës 9-vjeçare Demokracia. Sipas tyre ka një projekt për reduktimin e klasave kolektive, por vendimi do të merret me dakordsinë e prindërve.